Horoskopi ditor e diel, 24 maj 2026. Dashi, do t'jeni shumë të shqetësuar sot mbi një çështje delikate në çift dhe nuk do t'i bëni gjërat me qetësi. Në shumë momente nuk do të dini çfarë të bëni. Beqarët do të jenë të papërqendruar dhe nuk do të përfitojnë as pak nga mundësitë që do t'u jepen. Në planin financiar do të keni arritje të mëdha dhe do të mund të kryeni të gjitha investimet e menduara. Demi, do t'i qëndroni shumë besnik partnerit sot dhe pse tundimi do t'jeti i madh. Ai do t'jetë krenar për ju dhe do t'ju dashuroj me më shumë pasion. Beqarët më në fund do të vendosin të pranojnë një person dhe do të fillojnë një lidhje serioze me të. Me financa do t'jeni goxha të organizuar, nuk priten as pak probleme në këtë fushë, kështu që do të ndiheni mjaft mirë. Binjakët, ditë pozitive dhe këndshme kjo e sotmja për të dashuruarit, askush nuk do t'ja dot t'ju prish punë dhe as t'ju fus grindjen. Beqarët, mirë është që të mos rrezikojnë shumë sepse mund të kenë probleme serioze dhe të vuajnë tej mase. Në planin financiar duhet të tregojeni të kujdesshëm. Asgjë nuk ka për të ecur si e keni menduar dhe nuk do të kryeni as shpenzimet më të domosdoshme. Gaforia, do ndizet drita e shile sot në jetën tuaj në çift dhe gjithçka do të ecë për mrekulli. Do i zgjidhni shpejt edhe problemet që keni pasur. Beqarët do të ecin me plane dhe nuk do të pranojnë të dalin me cili do person që do t'i josh. Bëni kujdes, dielli do të jetë planeti më i favorshëm në sektorin e financave dhe gjendja do të jetë e qëndrueshme. Do të hiqni edhe para mënjan. Luani, do të keni probleme financiare gjatë gjithë kësaj dite dhe do t'jeni duke u marrë me to dhe nuk do të keni as pak mendje për t'u marrë me partnerin, edhe beqarët do të kenë të njëjtën situatë. Kërkoni sa më parë ndihmë që të dilni nga situata e vështirë, sa pa qenë shumë vonë. Nëse do të kishit dëgjuar këshillat e yjeve, nuk do të kishit patur probleme me të cilat sot po përballeni. Virgjëresha, dashuria do të shkojë më së miri gjatë kësaj dite. Marrëdhënia juaj me partnerin do të fillojë të përmirësohet pas një periudhe të vështirë. Beqarët do të kenë mundësi të shumta për t'u njohur me persona të rinj, por kjo nuk do t'u jap as pak mundësinë të fillojnë një lidhje sot. Situata financiare do të jetë përshtjelluese dhe mjaft e vështirë. Tregoni të matur me shpenzimet që do të kryeni. Peshorja, jeta në çift do të jetë pasionante dhe mjaft emocionuese sot. Do t'ja kaloni më së miri me atë që keni në krah dhe nuk do të dëshironi të ndaheni për asnjë moment nga ai. Beqarët do të kenë mundësi vetëm për aventura, dashuritë e mëdha do të ndodhin më vonë. Financat do të jenë delikate për shkak të shpenzimeve të mëdha që do të kryeni. Shtrëngojeni ripin nëse nuk doni probleme serioze. Akrepi, çiftet do të tregojnë edhe më kërkues me atë që kanë në krah dhe kjo do të sjellë disa mosmarrveshje të vogla. Bëni kujdes për beqarët, situata do të jetë e favorshme, shfrytëzoni çdo mundësi që do t'ju jepet, sepse të shumë do të jenë personat që do t'ju joshin dhe do të kërkojnë të krijojnë një lidhje me ju. Në planin financiar fati do të jetë në anën tuaj, përfitoni. Shigjetari, dy planet do ta mbrojnë fort jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Përveç kësaj, ata do t'ju bëjnë edhe më joshës dhe do të krijojnë një ambient romantik për ju dhe partnerin tuaj. Beqarët, më në fund, do të marrin iniciativa dhe do të pranojnë ftesat që do t'ju bëhen. Shfrytëzojeni këto mundësi që do t'ju jepen. Financat do të jenë të qëndrueshme nëse ju vazhdoni të tregoheni të matur me shpenzimet. Bricjapi, për ata që janë në një lidhje, kjo ditë do të jetë një nga më të bukurat e këtij muaji. Çdo gjë do të shkojë mjaft mirë ndërmjet jush dhe emocionet do të jenë të mëdha. Beqarët do të tregojnë idealist dhe mund të bëjnë disa gabime. Kujdes, mos u nxitoni për asgjë. Financat duhen parë edhe më me shumë kujdes gjatë kësaj dite sepse situata do të jetë e trazuar. Ulni shpenzimet. Ujori, mos bëni asnjë lloj ndryshimi sot në jetën tuaj në çift, por vazhdoni ashtu si e keni nisur, do të ndiheni mirë dhe të qetë. Beqarët do t'i shohin gjërat me një sy tjetër sot dhe do të jenë gati të bëjnë edhe sakrifica për të filluar një lidhje. Gjendja financiare do të jetë goxha e qëndrueshme, kështu që mund t'ja lejoni vetes edhe ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Peshqit, nuk do të bëni as pak lëshime ndaj partnerit tuaj sot dhe kjo
mund të nxesh shpeshherë atmosferën në çift. Beqarët do të jenë me humor dhe të buzëqeshur, do t'i pranojnë ftesat dhe me shumë kënaqësi do të njihen me disa persona. Gjendja financiare do të jetë gjatë gjithë kohës e mbrojtur dhe nuk do të keni as problemin më të vogël, do t'i shlyeni shpejt edhe borxhet.